Në xhaminë e re në fshatin Bogovin është mbajtur ceremonia e duas së hifzit të hafizes Elmira Elmazi. Ajo u lind në fshatin Bogovin, ku edhe kreu shkollën fillore, ndërsa shkollimin e mesëm e kreu në medresen Isabeu, paralelja e shtrire vajzave në Tetov. Fakultetin e kreu në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Hifzin e filloi në vitin 2021 dhe e përfundoi në dhjetor të vitit 2025. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm kreu i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir Fetahu dhe miftiu i Tetovës Selver Gjemaili. Në këtë kohë dinamike të vështirë, me plot sfida përballë të rinjve tonë, ta mësosh Kur'anin fisnik, fjalën e Allahut xhaleshahu përmendsh, do të thotë të kesh një karakter të fuqishëm, të kesh një vetë disiplinë, të kesh normalisht një talent të thellë dhe t'i dalësh mes kësaj pune të madhe. Të bëhesh hafize do të thotë ta mësojsh Kur'anin fisnik komplet përmendsh, njëjtë si ne që e dim surën Fatiha, alhamdulillah, hafizi e din të tërë Kur'anin në atë mënyrë përmendsh. Prandaj në këtë kohë të vështirë dhe dinamike të arish këtë titull bartës i fjalës së Allahut xhaleshahu është madhështore, është një fushë e madhe, shumë me vlerë, që shpërblehet dhe vlerësohet nga Allahu xhaleshahu dhe gjithashtu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të cilin i dërguari Allahut ka thënë shrafu ummeti hamalatul Kur'an, më të ndershmi dhe më të respektuarit të ummetit tim janë ata të cilët e mësojnë Kur'anin përmendsh. Me rastin e kryerjes së hifzit nga hafizja paranesh, fjalët tona asnjëherë s'mund ta tregojnë dhe ta shpjegojnë se sa vlerë e madhe është. Sot këtë vajzë që e kemi paranesh, kuptonja vëllezër të dashur, krejt Kur'anin famlar, prej surës El Fatiha e deri te sureja e fundit Kul a'udhu bi rabbin nas, e ka në trurin e saj, në mendjen e saj. Dhe kjo vajzë prej sot ka marrë një titull shumë të lartë që quhet hafize e Kur'anit Kerim, mbrojtësja e Kur'anit Kerimit. Kjo do të thotë mbrojtëse nga çdo ndryshim i fjalëve të Kur'anit Kerim, po qoftë edhe një vokal apo hareqe që i themi. Dhe ky titull është shumë i madh, sepse hafizat dhe hafizet, siç është sot Elmira, janë ata që tërë historisë i kanë dëshmuar se janë mbrojtës të Kur'anit famlar. Ceremonia e duas së hifzit të hafizes Elmira Elmazi u realizua me një manifestim fetar, ndërsa për suksesin e arritur u ndan dhurata dhe mirënjohje për hafizen e re Elmira Elmazi.